третират. Такви се овие речи политичарите како голубите се. Додека се доле на земја, ти јадат од рака. Ки се качи горе ти кака на глава. Такви се они. Të revoltuar, të zemruar me mesazhe të ashpra ndaj politikanëve, me fishkëllima dhe thirrje hajdut, punëtorët i pritën deputetet para kuvendit në blokadën e paralajmëruar nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë. Ata kërkojnë pagë minimale prej 600 eurosh me njëherë dhe rritje të pagave të tjera për së paku 6.000 denar. Porositën se populli është në prag të mbijetesës dhe i thirrën politikanët ta dëgjojnë zërin e popullit. Нели е мизерно? 300 евра плата, само те разбудат се ваѓате сецат неситноци. На претениците ќе им кажам нека се одважат и нека го слушнат гласот на народот. Многу претераа со крадење. Затоа што сега најново е Мерцедес ќе купуваат и авион, а народот буречка у контењери. Јас да ви кажам, ова е манипулација, го манипулираат народот, а тие што им веруваат ќе почнат и корења да јадат. Kishte edhe reagime për pjesëmarrjen e dobët në protest. Па да ни ги намалат патите ако може. Според тоа што го гледам овде, да ни ги намалат, големи се. Така ти кажат и тие сега таму што се. Нема народ дека се дојде цеца да пее, се соберат. Sipas kryetarit të LSM-s Slobodan Trendafilov, 21 punëtor në 2 hyrjet e kuvendit janë të mjaftueshëm për t'i bllokuar deputetët që të mos i marrin shpenzimet e udhëtimit. Ai u porositi deputetëve t'i ulin privilegjet e tyre dhe në seancë të propozojnë ligj për rritjen e pagave të punëtorëve. Добро утро на сите, освен на пратениците. Зошто освен на пратениците? Затоа што 2 години го блокираат предлогот на Сојузот на синдикатите на Македонија за зголемување на работничките плати. Ке се обратим и до председателот на Собранието, како информација од јавен карактер, да не извести кој е тој алчен пратеник кој за денешниот ден ќе наплати 100, 150 или 200 евра за тоа што доаѓа на работа. Nga LSM paralajmëruan se nëse deputetët vazhdojnë të heshtjen, do të kalojnë në mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve, me të cilat, si propozues të autorizuar, do të propozojnë ligj për uljen e pagave të funksionarëve dhe rritjen e pagave të punëtorëve. Të njëjtën blokada do të zhvendosen te punëdhënësit para odave, ndërsa më 17 shkurt është paralajmëruar blokade qeverisë. Nga LSM nuk përjashtojnë protesta të reja në rrugë, por edhe grevë të përgjithshme në sektorin publik dhe për herë të parë në histori edhe në sektorin privat.